Një 24 vjeçar u shpall në kërkim policor nga specialistët për hetimin e krimeve, pasi rezulton se në datën 29 janar të këtij viti në ambientet e një subjekti bar kafe për motive të dobta ka goditur me sende të forta në fytyrë dhe në kokë një 30 vjeçar banues në Shkodër. Ndërkohë në 24 orët e fundit, po këta specialistë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 18 vjeçar për veprën penale të mosbindjes ndaj urdhrit punojësit policisë së rendit publik, pasi nuk i është bindur urdhrit punojësve të policisë për të ndaluar automjetin e tij. Një 27 vjeçar banues në Prekal dhe një tjetër në Shkodër janë proceduar pasi kanë kanosur një 36 vjeçar për motive të dobta. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar automjeti që përdorin këta dy shtetas. Ndërkohë janë referuar materialet në prokurori pasi në datën 28 janar, 21 vjeçari për motive të dobta është konfliktuar me një 39 dhe një 35 vjeçar dhe gjatë konfliktit kanë marrë dëmtime të lehta. Ndërsa specialistët e qarkullimit rrugor proceduan një 75 vjeçar pasi u kap duke drejtuar një motomjet pa leje dhe pa targa. Për të gjitha këto raste materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.